Të nderuar shikues, jeni me emisionin On Time në televizionin Koha. Sonte do të debatojmë në lidhje me komunën e të Arcës, një komunë mjaft vitale dhe një komunë në të cilën gravitojnë pra një numër i konsiderueshëm i banorëve dhe që është e rëndësisë së veçantë për sa i përket peshës politike. Dhe sonte në studio kemi të ftuar të dy kandidatët për kryetar komune nga koalicioni i Aleancës Kombëtare për Integrim, zotrin Nazim Taipi, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranuat jeni me ne dhe nga koalicioni Vlen, zotrin Daud Memishi, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët. Mirë se gjetëm, ju faleminderit për ftesën. Do kisha dashur që fillimisht t'ju lusë që debatin ta mbam në kuadër të promovimit të ideve dhe të punëve të mira të cilat zotoni se do t'i bëni për qytetarët dhe të largohemi sa më shumë nga fyrjet dhe akuzat. Do kisha dashur të filloj me ju, zotri Taipi. Fillimisht, çfarë ju shtyni që të kandidoni për kryetar komune dhe pse duhet qytetarët që të ju mbështesin? Po shifni, kandidatura ime është si rezultati një procesit përgjithshëm. Unë isha bashkë me Aleancën për Shqiptarët në koalicion me Vlenin dhe ishim në qeveri, ati isha si zëvendës drejtor në rrugët e Maqedonisë dhe ne, duke parë se punët nuk esin ashtu si duhet, vendosëm unanimisht të largohemi nga qeveria dhe kështu erdhën zgjedhjet lokale dhe ne krijuam koalicionin e ri, që e quajmë Beslidhja Kombëtare, Aleanca Kombëtare për Integrim, dhe si rezultat i matematikave, duke i ndarë komunat në mesvete, ra që komuna e të Arcës të jetë me një kandidatur nga subjekti jonë dhe kështu më shpreha dëshirë që t'jem unë ai i cili të kandidoj, për shkak se kam kandiduar edhe më herët në vitin 2021 dhe kisha programin të cilin program dua të realizoj. Shpresojmë që të realizohet dhe të jetë një program i mirë për qytetarët. Ju, zotri Memishi, çfarë ju shtyni që të kandidoni dhe të merrni këtë, është një barë goxha e rëndë që t'i përfaqësoni qytetarët 4 vite të ardhshme, normal nëse merrni besimin e tyre dhe të zgjidhni problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët në përditësi. Realisht, konstatim shumë me vend, pasi që konstatohet që është një barë shumë e rëndë, do duhet të menaxhojmë me komunën e të Arcës, mirë po kërkesa e çdo qytetari apo e gjithë koalicionit Vlen ka qenë që ne t'i prim kësaj gare. Realisht, duke marrë parasysh edhe përvojën në disa vjeçare në disa institucione ku kam menaxhuar, realisht mendoj dhe gjithë ata të cilët e kemi në ekipën, të cilët e kemi bërë programin bashkë dhe shohim vizionin për komunën e të Arcës për të ardhmen, besojmë që ne do të jemi zgjidhja përfundimtare e komunës të Arcës pas 22 viteve denigrim dhe degradim të gjithë institucionit. Dëshirë personale mund të them nuk ka qenë as pak, pasi që unë momentalisht jam drejtor në Biron për Zhvillim Rajonal në nivel qendror. Kjo ka qenë ndoshta edhe një motiv shtesë për mua, pasi që kam vizituar disa komuna ku Biroja për Zhvillim Rajonal menaxhon dhe financon direkt projektet komunale, komunat rurale, komunat urbane, gjithashtu edhe qendrat rajonale. Dhe realisht kam parë mundësinë e zhvillimit shumë të hovshëm të disa komunave në nivel republikan dhe mendoj që edhe komuna e të Arcës e ka radhën njëre për gjithmonë të ndryshojë rrënjësisht duke filluar nga institucioni komune dhe nga gjitha sferat e tjera. Para se të kalojmë tek pyetjet për vizionin tuaj në lidhje me komunën e të Arcës, do kisha dashur që fillimisht të pyeste në çfarë gjendje është aktualisht komuna e të Arcës. Komuna e të Arcës, si gjithë komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kanë probleme reale. Për fat keq probleme elementare duke nisur nga uji i pishëm, nga kanalizimet, nga infrastruktura rrugore e kështu me radhë. Nuk është vetëm komuna e të Arcës, komuna e të Arcës kohëve të fundit ka zhvilluar disa projekte të cilët janë në proces dhe normalisht situata është për të dëshiruar, ka nevojë për investime të reja, por ajo që është më e rëndësishme për projektet të cilët janë në proces duhet të realizohen dhe të përmbyllen ashtu si duhet me një standard më cilësor. Zotri Memishi, në çfarë gjendje është momentalisht komuna e të Arcës? Për këtë pyetje do kisha dashur të pyeten banorët e komunës së të Arcës realisht, pasi që ata çdo ditë ndjejnë këtë problematik, apo jetojnë me këtë problematik. Nuk do të konstatoj apo nuk do të them që është në gjendje tepër të mirueshme, mirë po vetë
fakti nga kërkesa e ndryshimit rrënjësor të institucionit komun, do të thotë është në gjendje të keqe. Fatkeqësisht, një mangësi të cilën unë kam hasur në komunën e të Arcës, në vitet e fundit nuk ka qenë shumë e theksuar, mirë po 12 vite paraprake, 3 mandate nga kryetari i cili ka qenë në menaxhment, komuna fatkeqësisht është e mbyllur për qytetarët. Nuk ka akses të lirë qytetari në komunë. Për gjitha pikat mos të elaboroj tash, unë do të flasë çfarë idesh kam dhe si e shoh komunën e të Arcës, jo në aspektin personal, por atë që ma kanë kërkuar qytetarët. Okej. Zoti Tajipi, të gjithë kandidatët tjerë që i kemi pasur nga komunat tjera, u kemi bërë thuajse të njëjtat pyetje, pra ende në vitin 2025 ka vendbanime dhe ka lagje, ka shtëpi, ka fshatra të cilët kanë problem me ujin e pishëm. A zëtoni ju se deri në fund të mandatit tuaj, gjithmonë nëse merrni besimin, pra shtrohet pyetja, do të zgjidhni të gjithë problemin me ujin e pishëm, pra në të gjitha vendbanimet që gravitojnë në komunën të Arcës. Unë platformën time për komunën e të Arcës e kam përpiluar bashkë me qytetarët, bashkë me fokus grupet dhe me ekipin tim. Dhe ne kemi analizuar në detaje sa i përket pikërisht problematikës me ujin e pishëm. Në këtë aspekt ka investime, nuk o që s'ka. Kemi investime të cilet tash janë në proces, projekte të cilet janë në proces, dhe në çdo vendbanim ka një mungesë ndoshta edhe jo aq të madhe. Dikun mungon rezervuari, dikun mungon sistemi filtrimit. Dhe unë publikisht jam deklaruar edhe para qytetarëve, por edhe në media, nëse nuk arri që në çdo vendbanim të ketë ujë të pishëm, nuk do të pres që të mbaroj mandati. Është zotimi im. Çfarë do të jepni dorëheqje? Unë s'mendoj të dorëheqja, unë mendoj të punët të cilët do të krihen brenda mandatit para se të përfundoj mandati. Por nëse nuk arrini të realizoni ato? Nuk ka nëse. Unë do të realizoj që për çdo vendbanim që të ketë ujë të pishëm 24 orë në shtatë. Do të thonë brenda 4 viteve kjo brenda këtij mandati, nuk do të pres mandatin e dytë. Shpresoj të jetë ashtu. Zoti Memishi, ju çfarë keni para pa në lidhje me ujin e pishëm? Pra dim që ende ka probleme në shumë vendbanime, në shumë zona. Ne si gazetarë shpesh edhe i kemi vizitu, ndonjëherë është të cilësia, ndonjëherë të mungesa. Pra çfarë do të bëni ju që qytetarët e komunës të Arcës të mos kenë problem dhe të kenë ujë të pishëm 24 orë? Për fatin e mirë timin edhe gjithë qytetarëve të komunës së të Arcës, unë kam qenë menaxhues në drejtorinë në Tetov, në ndërmarrjen publike komunale Tetova-Tetov, ku në atë kohë kur isha unë prezent ka qenë bashkarisht në menaxhment ujë edhe mbetorinat edhe pastrimi i qytetit. Realisht për fatin e mirë timin kam patur në zir një ekspert i cili njeh shumë mirë këtë çështje, këtë lëmi, dhe realisht ai ma ka ofruar këtë ndihmë të pa rezervë, do të thojë, në këtë fushat, pas një kompenzim financiar. I kemi vizituar të gjitha rezervuaret dhe të gjitha filtrat në komunën e të Arcës. Realisht para disa viteve ai ka qenë pjesë përbërëse e gjitha tjere ndërtimeve të rezervuarve të cilët i kemi ne në komunën tonë. Dhe ideja dhe mundësia e kontributit të ati është që ndjen një keqardhje pse nuk është mirëmbajtur në mënyrën natyrale, siç janë filtrat natyrale, të cilët janë shumë pak të kushtueshëm dhe me shumë pak punë duhet të menaxhohen. Në komunën e të Arcës pothuajse çdo fshat ka ujë me bollëk, mirë po në shumë vende mungon cilësia. Në fshatin të Arcë tani është rregulluar një rezervuar i cili do të jetë i mjaftueshëm për gjithë fshatin, do të vendohet në përdorim menjëherë pas zgjedhjeve, kurse në fshatin lart mbi Pëshevc është rregulluar një filtr i cili do të shërbejë për të drejtë fshatrat, fshatin Pëshevc dhe fshatin Glogj. Të gjitha fshatrat tjera kemi të skanuar të gjitha problemet gjatë kohës së verës kur vinë mërgjimtarët, ku është mungesa e sasisë, do të mundohemi të kursejmë gjatë orëve të natës, do të mbushën atë rezervuar, ku mungon rezervuar do duhet të shtohet edhe një me kapacitet pak më të madh dhe gjitha fshatrat do të kenë të zgjidhur një herë për gjithmonë këtë çështje. Shpresoj. Me që 3 pyetjet e para ja bëm zotrit Nazim Tajipit, tani do të vazhdojmë përsëri me ju dhe do të bëjmë rotacion që të mos pyetet i pari gjithmonë zotri Tajipi. Kam hapësirë replikash apo? Po patjetër replikë dhe kundër replikë gjithmonë keni hapësirë nëse dëshironi. Pyetja ishte për të zotuar dhe jo për të sqaruar se si është gjendja aktuale dhe kundër kandidati nuk e jep zotimin e tij dhe pikërisht nisem nga ajo që
vetë si që tha kundërkandidati në fillim se nuk ka qenë dëshira e këtij për të kandiduar për kryetar të komunës së të Arcës, që mendoj se është një mungesë e madhe nëse nuk e ke këtë dëshirë. Punën të cilën duhet ta bësh, duhet ta duash dhe duhet të zotohesh për punën të cilën i bën. Ajo që ka thotë kundërkandidati janë sistemet me ujë të pishme, janë gjithandej në proces dhe normalisht po ta shohësh realitetin me shumë pak punë në disa vendbanime mund të sigurosh ujë të pishëm, dhe prandaj këtu unë kam parapatur që disa punë mos shkojnë të gjitha me tenderime, po të kalojnë në kompetencat e ndërmarrjes publike komunale. Një këshill miqësore kundër kandidatit, duke qëndruar me ish funksionarët e BDI-s, si duket ka marrë shumë guxim, për fatkeqësisht mungon ai guxim dhe vetdije dhe përballje para qytetarëve. Do të kisha preferuar të mos të keq përdorim masën, sepse zotimet nga gjithë kryetarët paraprak i kemi parë para qytetarëve dhe realisht i kemi lodhur gjithë ato qytetarë. Në asnjë moment nuk i frigom asnjë procesi zgjedhor apo asnjë mbartje të procesit të cilët jam i angazhuar nga radha e Vlenit. Realisht mundohet gjithmonë të nxjerrësh nga konteksti fjalët, por për hir të qytetarëve duhet të sqarojmë deri në fund ashtu siç duhet. Nuk thash në asnjë moment që nuk ka qenë dëshira ime personale nga egoja ime. Mirë, po kur është kërkesa e qytetarëve dhe gjithë strukturave të Vlenit, ne jemi në procese zgjedhore dhe jemi në proces politik, asnjëherë nuk do të hiq përgjegjësisë. Do të thotë, nga drejtoria ku jam tani në nivel qendror si drejtori i Birosh për Zhvillim Rajonal, do dua potencialin atje ta jap në komunën e Tarcës. Ato do ta dëshmoj koha para qytetarëve. Zotimet edhe premtimet në të kaluarën i nderuar kundër kandidat kanë qenë të destinuara të dështojnë. Ne jemi gjithmonë të thirrur të rrim, siç themi ne në fjalën popullore, të rrim pak më për toke, zotimet edhe gjithë ata të cilët do të japin garancat për të realizuar këto projekte, ka njerëz të cilët janë ekspert të thirrur për ato. Ne si kryetar komune nesër, unë nuk e ndjej veten më lart se të gjithë, pasi që ne jemi vetëm menaxhues. Do të jemi menaxher në atë institucion, kinsa ata të cilët duhet të bëjnë punët janë ekspertët apo profesionistët të cilët do t'i angazhojnë. Unë nuk e kisha për ofendim ndaj kundërkandidatit, megjithëse jemi shokë dhe miq, por vetë veprimet e tij tregojnë se sa seriozisht e ka. Po ta kishe seriozisht kandidaturën për kryetar komunës së të Arcës, do t'jepte dorëheqje nga vendi ku është tash si drejtor për Duke dashur të ta sqaroj edhe në disa emisione të tjera, do të na falish besim vetëm të sqarojmë për hir të korrektësisë para qytetarëve. Drejtoria ku menaxhoj në Biroja për Zhvillim të Barabartë Rajonal, të gjitha mjetët të cilët i kemi në dispozicion për momentin në drejtori, të gjitha komunat të cilët janë në realizim me sipër të atyre projekteve, në qoftë se nuk do të kishte drejtor, ajo drejtori për momentin do të ishin bllokuar të gjitha punët. Siç janë në disa komuna, mjetet kur janë të parapara për atë vit fiskal, kanë të drejtë komunat të hapin tenderime dhe realisht t'i realizojnë. Shumë komuna të cilët kanë fituar, një nga ata këtë vit është komuna e Zhirinës, ku ne kemi promovuar, kanë ndëruar dritarët e shkollës së fshatit Trebosh, njëkohësisht edhe komuna e Bogovinas janë në realizim me sipër të këtyre projekteve. Fatkeqësisht komuna e Tarcës, edhe pse kishte mjete të ndara nga Biroja për Zhvillim Rajonal, nuk ka pasur asnjë aplikim. Kundërkandidati ka propozuar në vitin 2021 një rrugë në Slatin, që tha do të realizoj dhe ka pas mundësi tash nga kjo biroja të realizoj ata. Nuk ka nevojë të ankohemi se gjithmonë se kryetarët e komunave i kanë pajet, keni pasur mundësi të bëni atë realizim. Projekti edhe këtë edhe nuk do të ndëlidhemi. Projektin të cilin e kam premtuar në vitin 2021, rruga e fusha e fshatit do të kanë lidh një fshat tjetër, nuk është projekt i cili mund të realizohet me mjete vetanake të komunës, ai ka qenë projekt ekzistues, i cili është nëpërmjet Ministrisë së Bujqësisë, por fatkeqësisht kryetari aktual, me cilin po e bëni platformën bashkë në kullën e tij, e ka mbajtur në sitar 12 vite atë projekt dhe nuk e ka ecur përpara. Por këto nuk janë fajtor unë. Kur do të i kryetar komuna, atëherë do ta realizojmë para gjithëve. Edhe një sqarim. Kryetari aktual nuk është 12 vite në komunë, kryetari aktual nuk është 12 vite në komunë, kundërkandidati sikur është fiksuar me këto 12 vitet e kryetarit para i cili ka qenë, po. Para këtij që është aktual. Okej. Do vazhdojmë me temën, pra tani Dauti do të na përgjigjet fillimisht dhe pastaj ju në lidhje me kanalizimin në për shumë vendbanime, ne jo që nuk lëvizim në atë pjesë,
kemi pa që ende ka vendbanime që nuk kanë kanalizim. Çfarë do të bëni ju, zotëri Memishi? Realisht në vitin 2021 kur ishim si kandidat me kundër kandidatin fatkeqësisht tash, kurse fatmirësisht atëherë kemi qenë atëherë në një vi, kurse tash jemi kundër sepse është kandidati i BDI-s në përbërje AKI. Atëherë kemi diskutuar punën e kanalizimit në fshatin e tij i cili ka nisur dhe në tenderim fatkeqësisht nga vlera e përcaktuar e cila është parapar nga 128 milion denar ka rënë në vlerë 52 milion denar. Është realizuar një pjesë e fshatit të Arcë. Unë në disa intervista apo debate kam potencuar që do t'i bëhet një revidim i kontrollueshëm atij projekti i cili është gjysma e fshatit e tepër është i finalizuar. Në qoftë se është në funksion do të vazhdojë edhe pjesa tjetër dhe do të rregullohet. Me gjitha target grupet, realisht edhe me gjithë qytetarët, në çdo takim na kanë thonë a bon ju lutem mos na premtoni projekte shumë të mëdha dhe të flisni për secilën në veçantë me vlera të mëdha. Mirë po fokusoheni njëherë për gjithmonë ta zgjidhim çështjen jetike të cilën e kemi kanalizimin. Realisht, nga grandi i qeverisë, komunës së Arcës afërsisht i takon 3 apo 3.2 milion euro në vit investime kapitale, dhe unë në këtë do të jem drejt për drejt me qytetarët, çdo banor të çdo vendbanimi do ta pyes para se të nisin të projektohen projektet, cili është prioriteti juaj kryesor. Nëse një fshat do ta kërkoj punën e kanalizimit, pjesë do të fillojmë nga çdo fshat ta nisim kanalizimin dhe njëherë për gjithmonë na fatin 4 veçartimin për këtë që thot kundër kandidati zotojmë, unë para gjithë qytetarëve zotojmë në 4 vjeçarin e parë, do të thotë në mandatin e parë gjithë projekti i kanalizimit do të finalizohet. Në të gjitha fshatrat? Në të gjitha fshatet pasi që është në realizim me sipër. Në të kundërtën? Në të kundërtën do të alojmë qytetarëve të vlerësojnë dhe të dënojnë apo të vlerësojnë. Okej. Zotëri Tejpi, ju çfarë premtoni pra dhe për çfarë zotoni në lidhje me zgjidhjen e problemit me kanalizimin në komunën e Arcës dhe të gjitha fshatrat që gravitojnë në këtë pjesë administrative? Fillimisht dua të sqaroj kundër kandidatit se unë nuk jam kandidat i BDI-s. Unë e thashë edhe në fillim se kandidatura jeme është si rezultat i një procesi. Ne jemi me BDI-n në një koalicion, ashtu siç është edhe kundër kandidati në koalicion me shumë subjekte tjera. Dhe pikërisht kandidatura jeme vjen nga radhët e Aleancës për shqiptarët në kuadër të këtij koalicioni që sot ja kemi dhënë në emrin Aleanca Kombëtare për Integrim. Domethënë jam një kandidati i Aleancës Kombëtare. Dhe unë jam i kënaqur me këtë, më mirë të jem një kandidat i Aleancës Kombëtare se sa të jem një kandidat i një subjekti i cili mund të ndikohet ndoshta edhe nga dikush tjetër i cili nuk është në atë koalicion. Siç e kemi parë rastin ku vëmëroja ndërhin disa herë tek kundër kandidatët. Sa i përket kanalizimit, në komunën e Arcës ka projekte për kanalizim. Vetë fshati të Arcë ka të realizuar projektin për kanalizim, është ndarë në 2 faza. Faza e parë është i realizuar parafasisht 80%. Dhe tash kanë filluar punimet për kanalizimin në 3 vendbanime tjera. Çështja e kanalizimit është pak më problematike. Për shkak se janë projekte të mëdha, për shkak se komuna nuk ka kapacitete për të realizuar vetë, duhet të sigurohen fonde dhe duhet të mbështetja e pushtetit qendror. Normalisht e kemi në platformën tonë që të punohet në këtë drejtim, por ajo që është më e rëndësishme të realizohen projekte të cilat janë në proces. Për shkak se këtu gërshëtohen punët, në qoftë se duam të investojmë në infrastrukturë rrugore apo në ujësjellës dhe nuk e ke të rregulluar kanalizimin, është problematike se duhet një herë që rruga të shtrohet të ndërtohet dhe të prishet përsëri, ashtu siç ka ndodhur në të kaluarën. Do të kemi kujdes këtu që të shkojmë punët ashtu si duhet, duke i marrë me rend, por me rëndësi është në këto 3-4 vendbanimet ku kemi kanalizim, ku punët janë duke vazhduar, ato të përfundojnë ashtu si duhet. Unë këtë premtim që do të ketë kanalizim në të gjitha vendbanimet e komunës së Arcës nuk mund ta bëj, por atë që mund të them unë është se ne do të punojmë, do të fokusohemi në këtë drejtim dhe me rëndësi është që për projektet të përpilohen ashtu si duhet që të mund të sigurohen edhe me fonde të mjaftueshme. Okej. Në lidhje me infrastrukturën rrugore, zotëri Memishi, nëse mund pikat shkurtat na tregojni pra se çfarë keni para pa investimet kryesore, ku do të jenë dhe cilat rrugë do të kenë prioritet
për të ushtruar dhe për të asfaltuar. Më vjen mirë që kundërkandidati shpeshherë gjatë elaborimit të pikave të tij herë shan qeverin, herë lëvdon, do të thotë e pranon që investimet kapitale do të bëhen nga niveli qendror, është e patjetësueshme. Dhe për këtë nuk e ka guximin të zotohet para qytetarëve për projektin e kanalizimit. Mi po ne zotohemi sepse kemi do të thotë mbështetjen komplet të qeverisë, po gjitha komunat të cilet e ka menaxhuar edhe opozita kanë pasur atë pjesë të ndihmës së qeverisë. Mos të thirret realisht tek pjesa që kundër kandidati në këtë radhë unë bashkëpunojmë me dikant i cili në këtë rast që jemi në koalicion Vëmëroja, kur ai haron që në vitin 2021 në raundin e dytë me votat e Vëmëros doli në raundin e dytë dhe në raundin e dytë e kanë përkrahur deri në fund që të jetë fitues në zgjedhjet lokale. Të kthehemi tek infrastruktura, këtë vit në vitin 2025 për fatin e mirë tonin nga niveli qendror Komuna e Tarcës ka bërë do të thotë 3 projekte në infrastrukturë dhe ato janë në tenderim me sipër, mund edhe t'i ndjekni. Ka rekonstruimi në rrugën lokale në fshatin Dobrosht në vlerë prej 3 milion denar, rekonstruimi i rrugëve lokale të fshatit Përshevc dhe të fshatit Gëlloq 3 milione 800.000 denar, rekonstruimi i rrugës lokale Diruk në fshatin Slatin 4 milione 275.000 denar. Do të thotë një vlerë shumë e konsiderueshme për të gjitha këto fshatrat. Në fshatin Tarcë ka me mjete vetanake, rruga kryesore nga poshtë deri tek komuna, edhe ajo do të bëhet do të thotë sa të krijet procesi zgjedhor, dhe në gjitha fshatrat do të thotë jemi të fokusuar rrugët të cilët janë të mjerueshme, të kthehen në gjendje do të thotë të konsiderueshme dhe të shfrytzueshme për gjithë qytetarët. Unë edhe në disa debate të tjera e kemi një fshat i cili është, do të thotë gjitha fshatrat janë sipër rrugës, fshati në Rasht bie poshtë rrugës, asnjëherë në komunën e Tarcës, asnjë rrugë brenda fshatit Tarcë, brenda fshatit në Rasht nuk është asfaltuar. I gjithë fshati në Rasht është vetëm i betonizuar. E pyeta edhe e sfidova kundër kandidatin, thash ata të cilët ta bëjnë platformën dhe ta bëjnë strategjinë e veprimit në terren, le të t'japin një sqarim apo një analizë pse nuk është bërë asnjë rrugë në fshatin e Rasht. Do thotë në të gjitha fshatrat, Glogja, Dobroshti, Odri, do thotë edhe Odri, fshati Odër, një pjesë e trotuarit, e cila është shumë e nevojshme për gjithë qytetarët, ka mbetur do thotë nga viti 2017 pa rregulluar. Gjitha fshatrat tjerë trotuarin e kanë të rregulluar, kurse fshati Odër nuk është i rregulluar. Nëse mundet një replik. Patjetër edhe pastaj normal vazhdoni me investimet infrastrukturore që i keni paraparë. Unë nuk jam këtu për të përgjigjur pse nuk janë investuar në të kaluarën, ashtu siç thot kandidati, duke filluar nga 12 vite më herët. Po jo, më je më afër terit ti pjesësh, por Unë kam platformën time dhe mua nuk më intereson ajo se kush ka bën, se çka ka bën. Platformën e kam bën me qytetarët bashkë, me ekipën më lejo të shpreh. Me ekipën ata të cilët i thirrni në takime mësuesit në çdo moment. Dhe i kërcënoni se do të abandononi vendet e punës për të ardhmen, jo për të kaluarën, dhe unë nuk do të mirem me të kaluarën. Fshati në Rasht, në fshatin e Rasht nga ana e komunës me mjetet e komunës është ndërtuar, është investuar në rrugën e ka gabim, nuk është informuar. Dhe kjo rrugë është me një standard cilësor, më vjen mirë që ajo rrugë për pari herë shohim një rrugë me një standard më të lartë se sa në rrugët tjera të cilët i kemi pa në terren. Dhe është vetëm pjesa e parë, pjesa e dytë duhet të vazhdohet deri te pikërisht për këtë do të pjesë, sa ta përfundosh? Deri në hyrje të fshatit në Rasht. Do të me ardhmën time në komunë do t'i shohim projektet dhe aty ku ka nevojë të revidojmë, do i revidojmë, aty ku ka nevojë të mbështesim, do i mbështesim. Ajo pika tjetër që më përmend kundër kandidati se janë bërë me votat e Vëmëros në 2021 ku kaluan në rundin e dytë, unë ku kaluan në rundin e dytë me votat e qytetarëve. Kundër kandidati ka ra në rundin e parë, unë kam kaluar në rundin e dytë dhe kam kërkuar mbështetjen. S'kam qenë koalicion nga raundi i parë me Vëmëron, ke qenë ti? Kam kërkuar mbështetjen nga kundër kandidati që të më jepni mbështetjen në rundin e dytë dhe normalisht është e lejueshme që të kërkosh mbështetjen nga të gjithë, nga qytetarët, nga të gjitha votat të cilët e kishte Vesa e atëhershme në rundin e parë, vetëm 45 parapërsisht 50% dolën këndej në mbështetjet time, votat tjera shkuan te kundër kandidati dhe ai fitoi. Kështu ishte rezultati përfundimtar.
Sa i përket bashkëpunimit me pushtetin qendror, pikërisht këtu kemi ne dallimet tona me kundërkandidatin, unë nuk premtoj diçka që nuk është në kompetencë të komunës. Nuk mundi të premtoj diçka që do të na mbështes pushteti qendror. Unë mendoj se kryetari i komunës dhe vetë komuna është e detyruar të bëj projekte sa më shumë dhe të kërkoj mbështetje gjithandej, të kërkoj fonde gjithandej dhe pushteti qendror, nëse komuna din të argumentoj projektin e tij, din të argumentoj kërkesën e saj për mbështetje financiare për projekte të caktuara, normalisht mund të jetë them kështu një luftë politike që të arrihet të tërheqë atë investim. Dhe nuk mundim të marrim komunën duke shpresuar se pushteti qendror vetë do të investojë në komunën tonë. Nuk e bëjnë dot. Nuk e kanë bërë as në të kaluarën, por është detyrë e kryetarit të komunës me këshillin komunal që të bëjnë sa më shumë projekte me stafin që i kanë brenda në komunë dhe që të mund të arrijnë të sigurojnë sa më shumë fonde, jo vetëm nga pushteti qendror, kemi edhe fonde të tjera financiare nga Bashkimi Evropian e kështu me radhë, dhe ne duhet të thithim sa më shumë fonde që është e mundur për të realizuar ato projekte të cilët i kemi paraparë. Okej, Një replik. shkurt lutem se kemi edhe shumë tema që duhet të... Vin keq për kundër kandidatin, pasi kur u shpall kandidatura për AKI-n, një kohë gjatë më duket se jo dashur javë që t'i fshi gjitha postimet të cilët i ka kritikuar BDI-n, mirëpo ajo do t'i ngel të kalorës. Nuk është etike të shani bashkëqytetarët ata të cilët natën ju kërkoni votë tek votat maqedonase, kurse ditën thoni diçka tjetër, s'është as pak etike, për rrugën të cilën e përmend nga fshati Dobrosh në fshatin e Rasht. Sa për informacion nuk je informuar, në momentin që jam emëruar drejtor në biron për zhvillim rajonal, rruga Dobrosh në Rasht ka kushtuar 36 milion denar dhe ki grant ka qenë i fituar nga biroja ku jam unë drejtor aktual. Në momentin e një gabimi teknik apo të qëllimshëm të komunës, të kryetarit të komunës, ki projekt është prishur, biroja e ka liq kur nuk ndjeket procedura ashtu siç duhet, vetëm pak projekte të cilat janë bërë dhe janë prishur. Projekti që të ta sqaroj vetëm pak vetëm pak histori e suksesit projekti i cili është prishur. Nuk është prishur. Dhe është prishur. Nazim, lutem, do të ndëgjosh deri në fund se është replik, mandej përgjigju. Po jo, tregon diçka tjetër, realisht është diçka tjetër se nuk je informuar. Jo, nuk je informuar. Janë bërë kërkesa, por nuk është realizuar. Mjetet e qeverisë, granti i qeverisë, të detiron projektin ta përfundosh kurse mjetet t'i kthen në buxhet të qeverisë. Dhe ki problemi ka ndodhur komunës të Arcës. Rruga ka qenë e paraparë, Dobrosh në Rasht 2.2 kilometra. Tregos sa rrugë është shtruar sepse keni lënë në gjisë. Dhe këto mjete fatkeqësisht për gjithë qytetarët, vetëm pak. Unë flas vetëm për gjendjen faktike. Aty është ndërtuar rruga. Deshet konstatosh gjendje faktike kur në të dianët parapar trotuar dhe nuk është bërë ekspropriimi i gjitha tokave. Një pjesë e rrugës është ndërtuar me një standard cilësor. Pse është ndërtuar një pjesë kur nga biroja ka mund të përfundojë gjitha? Ka ngel pjesa ditë. Me ardhen time në komunë do ta shoh se ku është problemi. Unë nuk mundi ta di detajisht ku është problemi aty pse nuk kanë vërtetuar. Po ja detajet ku i ke, merr informacione dhe do ta shohësh. Do marrim informacionet dhe do i rishqyrtojmë dhe normalisht do i bëjmë edhe publike nëse ka ndonjë. Komuna e të Arcës nuk e ka luksin të refuzojë një buxhet të këtillë kur e ka pasur të fituar dhe të hap tenderim dhe ki borx t'i hudhër komunës së Arcës dhe të qytetarët ta paguajnë ata. Okej, do kisha lutë që t'i shkurtojmë pak përgjigjet me qëllim. Okej, veç flasim para qytetarëve, do të kemi përgjithësi, të flasim me fakte. Do të përktojmë merr informacion, nuk i ke fakte. Unë flas me fakte për gjendjen aktuale të rrugës. Dilni në terren dhe shihni se një pjesë e rrugës është ndërtuar me standard cilësor. Pikë. Në të dy anët nuk ka ekspropriim as trotuare. Në çfarë standardi flet kur ke jetuar në Zvicër Nazim? Ajo diçka tjetër. Lutem, edhe nuk është se i përket ambientit jetësor, pra dhe cilësisë e jetës, përse i përket aspektit ekologjik në komunë të Arcës, ne jemi dëshmitar se ka mini deponi të cilat janë kriju si nga mbeturinat e ambisërisë, gjithashtu edhe nga mbetjet inerte të ndërtimit. Çfarë premtoni ju zotëri Mishi, si do t'i largoni të gjitha këto dhe a premtoni se do të kenë një ambient më cilësor për të jetuar banorët e të Arcës? Ju lutem mundësisht, nëse mund me 2 minuta ta rëmbëllakësojmë. Fatkeqësisht ky problem do të na tangon ndër vite. Unë jam shumë i fokusuar te kjo pjesë që një herë për gjithmonë kjo çështje e mbeturinave në komunën e Arcës të merr fund. Nga ata mini deponi dhe deponi që i kemi, do duhet një herë për gjithmonë të pastrojnë, të rregullojnë dhe të kthehen në gjendje të gjelbërueshme për gjithë qytetarët që të jenë në partje të cilët do mund të shfrytëzojnë edhe fëmijët tanë.
Në fshatin Glogj ju e dini ka një mini deponi e cila nga viti 2015 e kemi peshqish nga i kryetari i cili premtoi se përkohësisht do të jenë ata mbeturina dhe do t'i largojnë nga i vend, por një pjesë e tire e madhe mbetën aty. Dhe realisht ajo u shndron një deponi e egër të cilën kundërmon në reketje dhe është shumë e bezdishme për gjithë qytetarët në veçanti për ata fshatarë të cilët janë të fshatit Glogj. Propozimi im do të thotë kam qenë në disa vizita studimore në Graz të Austrisë kur nga afër kam parë pjesën e menaxhimit me mbeturinat dhe në këtë fazë do të thotë në ditët e para të komunës së të Arcës unë do të inicoj në të gjitha fshatrat edhe pse jo në të gjitha shkollat edhe me bashkitë vendore që të bëhet një herë të fillojë të bëhet selektimi i gjitha mbeturinave nga shtëpitë dhe nga shkollat tona. Një risi tjetër për gjithë banorët e komunës të Arcës që do të jetë që ata do të kenë një pikë grumbullimi ku do të ketë punonjës të cilët do të bëjnë sortimin e të gjitha mbeturinave, ku çdo qytetar në vit do të ketë të drejtën elementare të tij të vit të hudh mbeturinat në atë vend. Do të thotë marzha e asaj pjese do të jetë afërsisht diton çdo qytetar do të jetë i regjistruar të hudh falas vetëm e vetëm për të mos u krijuar mini deponi. Kjo është një proces afat shkurt, afat mesëm, kurse procesin afat gjatë do duhet të bëhet selektimi primar nga shtëpitë tona deri tek mbeturinat inerte. Okej, të ipi? Por komunat e Arcës edhe në këtë aspekt ka probleme të tilla, si gjithë komunat tjera, kemi deponi të egra brenda vendbanimeve, që është shumë e dëmshme për shëndetin e qytetarëve. Dhe ajo që kemi parapar ne në platformën tonë është pikërisht pastrimi i këtyre deponive, por nuk mendoj që është zgjidhja përfundimtare për shkak se nëse nuk arrim të kemi infrastrukturë të caktuar për deponit, do të ripërsëritet përsëri. Deponit e egra për rastin që përmendet atje në fshatin Glogj, pastrohet rregullisht në çdo 2 vite, para 2 viteve është pastruar, edhe tash para disa jave ishte pastruar, por ajo nuk është mjaftueshme për shkak se prapë përsëri do të ripërsëritet. Ajo që kemi paraparë ne në platformën tonë bashkë me ekipën është fuqizimi i ndërmarrjes publike komunale. Për momentin grumbullimin e mbeturinave në komunën e Arcës po bëhet me tenderi. Do të thonë është tenderi që ka përsipër të mbledh mbeturinat dhe ne shpresojmë që sipas mundësisë ligjore që kjo t'i kalojë në kompetencat të ndërmarrjes publike komunale. Ne me këtë do të rritim edhe numrin e të punësuarve dhe pikërisht do të jemi më të kujdesshëm për vendbanimet tona për shkak se do i kemi kompetencat vet. Normalisht ka edhe në kështu deponi vogla të cilët duhet të rregullohen dhe për këtë kemi paraparë që në kuadër të komunës të ketë një pikë ku do të bëhet selektimi i mbeturinave. Për shkak se një pjesë e madhe është si mungesë e selektimit të mbeturinave bëhen ato deponi. Nga ato edhe këtë të krijohen vende të reja të punës dhe nga ato normalisht bëhet më e lehtë duke i selektuar ato mbeturina dhe duke i destinuar dhe normalisht duke i dërguar në vende të caktuara kur mund të përfitohet edhe materialisht, ndoshta një shumë e vogël, por gjithsesi është një përfitim financiar. Përndryshe nuk është vetëm mbeturinat, këtu ndërmarrja publike komunale duhet të bëjë të gjitha punët, se ne nuk kemi vetëm to materialet inerte, ne kemi edhe gjatë rrugës po të shohësh, kështu në vendbanime, brenda vendbanimeve, kemi vende të caktuara kur janë mbledh, kështu mbeturina sepse qytetarët janë të mësuar aty ku e shohin aty e gjujnë. Dhe këtë duhet ta bëj ndërmarrje publike komunale duke qenë çdo ditë në terren, jo një herë në javë ose ashtu siç është momentalisht 2 herë në muaj, që është shumë pak. Mendoj që ndërmarrja publike komunale, sektori përkatës për mbledhjen e mbeturinave duhet të jetë vazhdimisht çdo ditë në terren duke pastruar vendbanimet gjithandej. Mirë, zotëri Mishi qenë të ndacak. Një problem i cili tangon thuajse gjithë Maqedoninë, por sidomos pjesën tonë përndej jemi në rreth malit të Sharr. Është një rrezik goxha i madh sidomos për fëmijët të cilët shkojnë në shkollë, sidomos në periudhë të dimrit, kur e dim që për shkak të temperaturave gërsohen ende më shumë të kafsh. Si do ta zgjidhni këtë problem, zotëri Mishi? Realisht është një problem shumë i madh edhe në nivel shtetëror, ashtu siç potencuat. Unë do të jemi fokusuar do të thotë me të gjitha institucionet të cilët janë përkatëse për këtë drejtim, të bashkëpunojmë në maksimum, sepse gjithmonë në komunën e Arcës bisedohet ajo që ka një fluks
interesant i numrit të qenëve ndacak, kur në një periudhë kohore një apo dijavore nuk kemi as pak zhduken temi në atë drejtim, mirë po kur zgjohemi të nesërme në mëngjes do të thotë kemi numër të madh të qenëve ndacak. Do të thotë kisi shqetësim çdo herë diskutohet pasi që dikush mund t'i sjell nga jashtë nga komunat e tjera, por realisht ne këtë do të bëjmë unë para gjithë qytetarëve, premtoj që do të jem në bashkëpunim të vazhdueshëm me organet e rendit, me policinë në këtë radhë, edhe me gjithë ata të cilët janë të thirrur në këtë drejtim, që të ketë kontrole të vazhdueshme që asnjëherë mos të ndodhë kjo. Pasi që realisht ne nuk mund, më kanë shkruar edhe në web faqen të cilën e kemi prezantuar platformën dhe ka një rubrikë e cila është ide dhe sugjerime për gjithë qytetarët. Brenda ditëve do ta shpalosim gjitha kërkesat dhe nevojat të cilët i kanë qytetarët. Njëra pikë besoni që në 100 e disa komente që janë, 30 apo 40 e disa janë të pyetja e këtij lloji, çfarë do të bëni me qenët ndacak? A do t'i vrisni apo do t'i eliminoni, t'i largoni dikun tjetër? Në asnjë moment ne do të mundohemi të gjejmë zgjidhje afatgjate, sepse edhe ata janë kafshë dhe duhet të trajtohen në mënyrën më të mirë të mundshme të duhur, por në atë drejtim do të jemi të fokusuar në nivel qendror ta ngrisim si shqetësim. Okej, zoti Tajipi, qenët ndacak si do e zgjidhni këtë problem? Kjo është një pikë ku pajtohem me kundër kandidatin se është një problematik në nivel shtetëror, nuk është vetëm në komunën e të Arcës, dhe në përgjithësi komunat nuk kanë shumë kompetenca në këtë drejtim, prandaj duhet një bashkëpunim i ngushtë me pushtetin qendror. Ajo që ne mund të bëjmë për komunën e të Arcës është pikërisht mbrojtja së preventiva që mos të sillen qenë nga në vend banim tjetër. Sikur e kemi pa që mundohen të njëna komunja të ndërgojnë qenë komunës tjetër, ajo komuna mas 2 javë ja kthen komunës tjetër dhe kështu bëhet lëvizja shëtitja e qenëve nëpër komuna, që nuk më duket në rregull. Ne do mundohemi që të ndalojmë me mundësi që kemi duke bashkëpunuar po ashtu me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe të shohim cilët janë ato persona, cilët janë ato grupe apo ato kompani të cilët bëjnë mbartjen e qenëve, që nuk më duket normale. Por më e rëndësishme është që të gjithë qenët të vaksinohen. Kjo është shumë e rëndësishme sepse rreziku është shumë i madh për ndonjë infektim, sidomos për ndonjë lëndim të fëmijëve, dhe mundësisht që qenët me ndonjë koncept duke i larguar nga qendra e vendbanimeve. Mundësisht duke i mbajtur sa më larg, duke i ushqyer sa më larg vendbanimit, por do të jetë një problematik, do të jetë një sfidë për ne si ekip i komunës së Arcës. Mirë, tani do të vazhdoj përsëri me ju, me që i filluam pyetjet në rotacion kështu, në lidhje me infrastrukturën e shkollave, pra në lidhje me investimet në arsim. Pavarësisht se kompetenca kryesore ndoshta i bie Ministrisë së Arsimit për këto gjëra, megjithatë edhe komuna besoj që ka goxha kompetenca përsa i përket cilësisë së arsimit, duke filluar nga depolitizimi i shkollave, por normale dhe investimet të tjera të cilat kanë të bëjnë me përmirësimin e mbarvajtjes së procesit arsimor. Çfarë do të bëni ju, zoti Tajipi? Unë kam mbajtur shumë takime me përfaqësuesit e arsimit, duke filluar me veteranët e arsimit, me drejtorët e të gjitha shkollave, me arsimtarët dhe qytetarët e tjerë, arsimdashës. Besoj se arsimi duhet të jetë pika më kryesore e gjithëve, jo vetëm e komunës, por edhe pushtetit qendror. Dhe ne kemi paraparë si pikë të parë në aspektin e arsimit është depolitizimi i arsimit. Nuk është vetëm në komunën e të Arcës, është gjithandej kemi edhe në komunën e Tetovës, kur është bërë politizimi i arsimit dhe vazhdon të bëhet edhe më të qe, për fat të keq, dhe kjo është një mentalitet i cili gradualisht duhet të punohet në këtë drejtim, duke krijuar koncepte, duke fuqizuar këshillin e shkollës. Këtë premtim e kam bërë para gjithë arsimtarësve dhe sidomos para përfaqësuesve të arsimit, që gradualisht të fuqizohet në këshilli i shkollës dhe ata të vendosin vetë edhe për zgjedhjen e drejtorit edhe kështu me radhë për konceptet arsimore në nivel lokal. Normalisht e thatë edhe ju që arsimi duhet një bashkëpunim i ngushtë edhe me pushtetin qendror, me Ministrinë e Arsimit, por ajo që mundim të bëjmë ne si komunë është duke bërë projekte në investime konkrete në infrastrukturën shkollore. Në nivel të komunës ka nevojë edhe për pak investime në këtë aspekt. Kemi mungesa për shembull të vogla, siç ishte rasti në fshatin Odër,
ku mungonte vetëm ajo nxemje qendrore që është një investim i vogël dhe tash për fat të mirë kryetari i komunës para disa jave edhe ka sjell atë si problematikë zgjedhur dhe gjithandej ka shumë probleme të vogla për të investuar. Ajo çka kemi ne në platformën tonë është që të bëjmë një bibliotekë, që të zhvillojmë bibliotekat. Për fat të keq nga informacionet, nga takimet që kam patur me arsimtarët, kam konstatuar dhe vetë kam dalë në teren, kam konstatuar që bibliotekat janë të lënë masdore, që është një lëshim i madh. Mendoj që bibliotekat duhet të jenë më të prezantuara, që të jenë më komod për fëmijët dhe të jenë të pasura edhe me libra të mjaftueshme. Unë jo pikërisht e vona hapin e parë dhe për këto shkolla ndajta një sasi të konsiderueshme të librave, sepse ju thash që e kam për zemër dhe ju premtova që do të kemi edhe bibliotekën komunale, në nivel komunal, dhe duke zhvilluar edhe bibliotekat ekzistuese në për shkolla. Mendoj se aty duhet të fillohet. Investimi i parë është te bibliotekat. Faleminderit. Zotëri Memishi, arsimi dhe investimet në arsim për përmirësimin pra të mbërvajtjes së procesit arsimor dhe normal edhe të kushteve, por edhe depolitizimin e arsimit e dim që shumë shpesh, jo vetëm në komunë të Arcës, por në të gjitha komunat, me ndryshimin e administratës komunale ndryshon drejtorët, ndryshon ndonjëherë mësuesit, ndryshon edhe pastruesit e shkollat, pra domethënë kemi një kapje totale. Çfarë do të bëni ju, zoti Memishi? Një detaj që nuk më ka rënë si muhabet do të thotë kanë treguar mi po më vërtetoj kundër kandidati, don ta depolitizoj arsimin, në të kundërtën tregon se është takuar me drejtorët e shkollave dhe me mësuesit. Në fushat zgjedhore unë me asnjë drejtor shkolle, me asnjë mësues nuk kam bërë kampanjë për dallim nga ti, sepse nuk dua ta politizoj arsimin, edhe pse ka pasur kështu fjalë të cilat do të thotë jeni takuar, unë nuk i kam besuar, por me këtë më vërtetuar para gjithë qytetarëve. Të falenderoj shumë. Unë një pyetje shkurt, nëse nuk pengon, në çfarë cilësie i keni ndarë ata libra për ata shkolla, kur ne jemi në kampanjë, unë si kandidat nuk kam mundësi të ndaj libra. Do të thotë është pak absurditet dhe gjithë qytetarët më kanë pyetur se si është bërë forma e ndarjes së librave. Nëse ta kanë bërë ndarjen e librave ata të cilët i keni koalicion, ajo është krejt ligjore dhe do të mbajnë përgjegjësi ata të cilët menaxhojnë me institucionin, po ju si kandidat nuk e dini çfarë cilësie i keni ndarë këto mjete. Për infrastrukturën do të flas në shkollë, do të thotë njëherë do të bëhet depolitizim i skajshëm i gjitha shkollave, pasi që unë me gjithë ata të cilët kam komunikuar në vija të trasha me bashkësitë vendore dhe me përfaqësues të cilët janë të kiqur në këshillat e prindërve, ata më kanë kërkuar një garancë të vetme, që kur të bëhet emnimi i një drejtori apo mësues të cili e ka kriteriumin e notave shumë të larta, të mos ketë dorë politika dhe të mos përzihemi ne. Këtë jo kam garantuar që atë drejtor shkolle nuk do ta zgjedh unë, por do ta zgjedh fshati i cili ju do ta vlerësoni se ki do të menaxhojë shkollën apo kundërtën. Në të kundërtën do të mbaj përgjegjësi para gjithë qytetarëve. Po, këtu jam i pa kompromis, do të thotë me gjithë ata të cilët tani sektori i arsimit është në një vdekje klinike në komunën e Arcës, do të thotë ato do të kenë përgjegjësi për gjithë mos organizimin dhe mos funksionimin e gjithë nxënësve në komunën tonë. Tek pjesa e infrastrukturës, duke qenë tek biroja, kam menaxhuar fatmirësisht, kam parë disa projekte të cilët janë menaxhuar nga biroja, ku projektet dhe aplikimet i ka bërë disa komuna. Në shumë komuna, aplikimet e veçanta të komunave kanë qenë për shkollat, për riparimin, fasadimin, ndrimin e dritareve dhe në fokus të veçantë në disa komuna të Shkupit, të qendrës, ka pasur të pajisura fotovoltaik. Afërsisht në këtë vit kemi promovuar 12 shkolla në komunën qendër të Shkupit, ku fotovoltaikët janë një kursies shumë i madh i energjisë elektrike në për shkollat tona, ku fatkeqësisht komuna e Arcës nuk e ka me fotovoltaik asnjë shkollë të vetme. Infrastrukturat brenda, do të thotë kariket edhe pajisjet tjera elementare për nxënësit, në momentin e parë do të jem në koordinim të vazhdueshëm me gjithë mërgatën dhe afaristët të cilët janë shumë fuqishëm atje, dhe ne e dim që ata gjithmonë me trup janë atje, mirë po me shpirt dhe me mendje janë gjithmonë këtu. Ata më kanë garantuar që çdo shkollë primare çfarë do të ketë, ne do të jemi në gjendje ta sellim si donacion, ku dihet se donacionet janë të pranueshme dhe janë ligjore që mund të kalojnë nëpërmjet këshillit komunal. Mirë. Më duhet një replikë. Okej,
të takohesh me arsimtarët dhe t'ju premtojsh publikisht, sepse do të bëjsh depolitizimin e arsimit, nuk mendoj që është kjo politik. Kundër kandidati sikur nuk I kanë ndjek këto fshata Jo, me veteranët mund të takohen, unë me veteranët jam takuar, po me arsimtarët një asnjë moment. Po edhe lideri juaj është takuar me arsimtarët? Ajo është kryetar komune, nuk është kandidat për kryetar komune. Për kryetar komune. Aktualisht është kryetar komune. Mos t'i përzim Tetovën me tacë se çdo herë ke dhimbje. Politizimi I arsimit ka një kuptim tjetër. Nuk është politizimi I arsimit të shpërndajsh libra. Qoftë ajo nga ana personale. Qytetarët vetëm do ta dinë vetëm në fartësisi. Sa më shumë në qoftë nga ana personale. Qoftë nga ana personale. Okej, donacionat do t'japësh komunës tacë. Nuk, pikërisht ashtu. A ka kaluar në Këshillin Komunal? Ashtu shkon. Donacioni në I keni ndarë në një restorant, jo në një me shkollë. arsimtarët. Dhe kjo nuk është e damshme, është edhe ligjore, edhe humane. Sa më shumë donacione të ndajsh me karakter të mirë, është mirë për qytetarët. Okej, po institucioni ka rregulla se si do Nuk bëhet të politik. Politizimi I arsimit bëhet dhe do ja përmend, do ja përsëris kundër kandidatit, siç bëhet politizimi I arsimit. Ne kemi në komunën e Tetovës. Kishim një arsimtare, të tregoj se si ku bëhet politizimi I arsimit. Një arsimtare e cila punonte disa vite në një shkollë të mesme të Tetovës nga Te Arca. Më vjen keq vetëm ta sqaroj. Dhe këto e nxorën nga puna. E nxorën nga puna. Po ajo është banore e Te Arcës dhe unë mbaj përgjegjësi për banorët e Te Arcës. Po ti bashkëshortarët tu në pikat pagesore o kanë ndruar vendin duke qenë zëvendës drejtor në ndërmarrje duke menaxhor. E nxorën nga puna. E nxorën nga puna dhe në vend të saj shkoi ngruaja e dikujt I cili është I punësuar në komunë. Dhe ne u ankuam, qytetarët u ankua. Vendimi erdhi nga gjyqi I Tetovës, se ajo të rikthehet në punë. Dhe këta nuk e rikthin. Shkoi procesi më gjatë, shkoi deri në gjyqin e apelit. Dhe gjyqi I apelit e vendosi që ajo të rikthehet përsëri në punë, në vendin e punës ku e ka pas. Dhe ditën e parë kur shkon në shkollë, ato I thonë, "Çka bën ti këtu? S'ke lip ti këtu, është krimi kjo punë." Domethënë nuk kanë respektuar edhe vendimin e gjyqit të apelit. Kjo është politizimi I arsimit. Nuk është politizimi I arsimit të shpërndajsh libra për fëmijët. Përgëzoj u si kryetar komune do të ftoj si biznesmen që je në Zvicër të sjellësh donacion libra edhe nga Zvicra. Nuk ka nevojë, shkollat tona nuk kanë nevojë libra nga Zvicra, nuk kanë nevojë të mësojnë gjuhën gjermane. Jo, po atje je kemi libra këtu, kemi libra nga Shqipëria, nga Kosova dhe libra duhet të sigurohen. Po të njëjtët libra do të kisha preferuar të na sjellish edhe ne. Okej, ju lutem. Administrata komunale. Fatkeqësisht unë nuk e di numrin se sa të punësuar ka në komunën e Te Arcës, sa janë administratorë aktiv të cilët janë me vendim apo janë në punë çdo ditë, sa është numri faktikisht dhe si do të reduktohet numri, do të shkon më lart apo do të mbetet e njëjtë dhe si do të funksionalizohet ky numër urdhënësit ekonomik. Okej. Do të thotë informacionet që posedojmë, ata të cilët janë të sistematizuar në komunën e Te Arcës, normalisht ata kanë vendet adekuate të cilët krijojnë shërbime për gjithë qytetarët. Ka nga ata të cilët janë disa me kontratë në vepër, edhe janë të rregullt në punë, do të thotë kanë nga një angazhim personal dhe janë pjesëmarrës në punë, do të thotë nuk kemi asnjë problem me ata. Mirë, po disa informacione të cilët I kam, ka disa kontrata, mos t'i themi edhe fiktive, por ato do ta paraqesim pasi që ta marrim komunën e Te Arcës, do t'i paraqes para gjithë qytetarëve nëse kanë një rast të tillë. Mirë, po disa të thëna do të thotë që na vinë disa informata, ka nga ata të cilët marrin disa paga, mirë, po nuk e din ku e kanë vendin e punës, dhe realisht ata janë militant partijak, të cilët në çdo pasgjedhje I kemi më aktivit në teren, dhe ata të cilët e bëjnë atë fushatën e zezë me shpifje dhe me propaganda dhe me gjitha të këqija, pasi që e din që me ne në krye të komunës, unë do t'jemi pa kompromis me ata, do të kam garantuar çdo qytetari. Këtu përjashtoj dhe vendoj një paralele, nuk hin në këtë kategori ata të cilët janë me kontratë në vepër dhe vinë në punë të rregull, sepse kundërshtarët politik kanë dashur të manipulojnë me këtë pjesë kur unë para mediave kanë deklaruar që do t'jemi pa kompromis në këtë pjesë, ju kanë thënë direkt atyre të cilët janë me kontratë në vepër që e shihni kundër kandidati im, do të largojnë nga puna. Kjo është e pavërtet, ju garantoj gjithë atyre të cilët janë aktiv dhe kanë motiv dhe janë profesional në punë, do të jenë krahi im I gjatë dhe unë do t'ju jap përparësi atyre parë. Zotri Tejpi, lidh me administratën komunale, çfarë premtoni se do të bëni? Rritet, zvogëlohet numri, mbetet e njëjtë dhe si do të vjet në funksionin dhe më mirë të qytetarëve, pra ky numër I administratorëve komunal që është për momentin?
Po edhe komuna e të Arcës, si të gjithë komunat, them kështu në pollok, ndoshta edhe në nivel shtetëror, janë të stërngarkuara me staf. Ka numër shumë të lartë të punësuarve dhe këto janë publike, jo që janë të mshefta. Unë nuk besoj që ka kontrata fiktive. Në qoftë se kundër kandidati shef që ka kontrata fiktive dhe nuk bën padim, duket e palogjikshme. Nuk kam qasje unë të shoh ato kontrata. Nuk besoj që ka kontrata fiktive, ato janë të publikuara në webfaqen e komunës. Do i shohim pas mandat, Ajo pasi ne të duhet ta marrim bëjmë mandat. është sistematizimin e fondove. Dhe pikërisht këtu do të jetë fokusim, duke fuqizuar ndërmarrjen publike komunale, duke hapur zyrën për zhvillim të bujqësisë, njësinë rajonale të bujqësisë në kuadër të komunës, duke hapur zyrën për diasporën dhe duke siguruar kontakt të përhershëm duke u përgjigjur qytetarit në kohë. Hapet mundësia për sistematizimin e punëtorëve. Domethënë do të sistematizojmë punëtorët që të shpërndajmë punët, që të japim edhe atyre punë të cilat, siç thotë kundër kandidati, janë të punësuar dhe ndoshta nuk kanë punë për të punuar. Domethënë qëllimi im është sistematizimi i administratës dhe administratë efikase. Administratë efikase dhe transparente. Dhe kjo bëhet me stafin e komunës që kena brenda. Kam si fokus që komuna jonë në aspektin e transparencës të kaloj sa më lart, të kaloj në vendin e parë. Dhe pikërisht duhet shumë punë për të arritur të jesh sa më transparent. Na duhet që stafi të sistematizohet. Okej. Një pyetje para se ta përfundojmë, pra që të kisha dashur një përgjigje të shkurtë, a zotoni se do të formoni një grup të caktuar të njerëzve të cilët kanë aftësi me të vërtet profesionale për thithjen e fondeve të huaja nga jashtë, me qëllim zhvillimin sa më të shpejt dhe sa me pa pengesa të komunës së Arcës? Unë do të thotë jam i fokusuar në këtë drejtim maksimalisht, pasi që në byron ku jam drejtor aktual, ekipi i cili është do të thotë në menaxhment, në administrat, ata janë të cilët çdo pjesë të projektit e shqyrtojnë prej fillimit deri në fund dhe janë shumë apostafat dhe të thirrur për atë pjesë. Unë do të jem i thtarë i asaj që ta krijojmë edhe një sektor brenda komunës që të jetë sektori i veçantë për projektim, do të thotë që një herë për gjithmonë kjo pjesë mos të bëhet me projektant të jashtëm, por komuna e të Arcës ka shumë njerëz profesionistë, të cilët unë do të jem në bashkëpunim dhe prej tash ju kam ofruar atyre ndihmën e parezervë dhe realisht i kam edhe në terren që janë arkitekt dhe inxhinier shumë të vijshëm në kompani private. Do të thotë unë ju kam garantuar atyre që në qoftë të se ata do të jenë kontribues të komunës të Arcës dhe ta zhvillojmë bashkërisht komunën të Arcës, do të jenë krahi im i fuqishëm dhe unë do t'i kem ato pjesë administratës së brendshme. Okej, zoti Taipi, ndërsa përket pra njerëzve profesional të cilët mund të ndihmojnë shumë në marrjen e projekteve dhe finansimin nga organizatat e jashtme, banka botërore, evropiane etj. etj. Nuk ka nevojë të krijojmë zyrën për zhvillim rural. Ajo ekziston në kuadër të komunës. Plotësisht në komunë e ke zyrën për zhvillim rural, por ka pak të punësuar, ka 1 ose 2 të punësuar. Dhe ajo që duhet të bëj unë, atë zyrë duhet ta fuqizoj. Pikërisht duke bërë sistematizimin e stafit të komunës, do kalojmë dhe të fuqizojmë zyrën për zhvillim rural. Dhe është zyra e cila bën projektet, zyra e cila bën kërkesat edhe për mjetet financiare. Dhe këtu normalisht fokusi duhet të jetë të projekte cilësore. Komunat problemin e kanë të përpëllimi i projekteve. Në shumë raste ju kthehen projektet sepse nuk janë me standarde të lartë dhe këtu është ngecja e madhe. Aty na duhet edhe ekspert, na duhet edhe njerëz të fushave të ndryshme, na duhet njerëz nga urbanizmi, arkitekt e kështu me radhë. Duhet ta shohim stafin e komunës, cili nga stafi i komunës mund të jep kontribut në këtë drejtim. Në qoftë se nuk kemi, ne duhet të gjanohemi dhe të hapemi dhe të gjejmë ekspertë të tjerë të cilët do të mund të japën një kontribut të mjaftueshëm. Fokusi im kryesor është zhvillimi ekonomik i komunës. Dhe zhvillimi ekonomik i komunës fillon pikërisht me fuqizimin e zyrës për zhvillim rural. Kjo do të jetë fokus dhe këtu do të jemi më të koncentruar, më të përkushtuar që të mundim të sigurojmë sa më shumë fonde. Unë e kam përmendur edhe në raste të tjera. Ka Zvicra për shembull ndan mjete të mjaftueshme për Maqedoninë. Departamenti i jashtëm i Zvicrës ndan shumë mjete për Maqedoninë, por komunat shqiptare nuk kanë arritur, komunat shqiptare nuk kanë arritur në shumë raste të përfitojnë nga ato mjete, për shkak se projektet i monitorojnë ato vetë. Dhe ato projekte duhet të jenë me një standard cilësor, me një standard të lartë.
këtu kanë mungesën dhe këtu duhet të koncentrohemi si komunë. Okej, kemi arë në fund të emisionit, do kisha dashur secili nga ju që të jep një porosi për votuesin e komunës së të Arcës. Zotëri Memishi, ju lutem, ajo është kamera juaj. Nëse mund shkurtimisht pse duhet të votojnë juve dhe çfarë është apeli që i bëni votuesve në komunën të Arcës? Apeli për gjithë qytetarëve që njëherë për gjithmonë duhet ta kuptojnë që me ne si vlen, patjetër se do të vinë ndryshimi. Unë në një paraqitje publike filluam në atë fushatën 20 ditore dhe ju drejtova qytetarëve që nuk besoj që 20 ditë punë janë dhe për kushtim janë shumë për të mos u kthyer 20 vite prapa. Unë realisht edhe nga ky emision juftoj gjithë qytetarëve që të votojnë për opcionin tonë sepse është opcioni më i mirë i mundshëm për t'ju ofruar qytetarëve më të mirën e mundshme, gjërat elementare dhe gjithë ata të cilët kanë vuajtur gjithë këto vite. Apeli im është ki 5 ditë i fundit, 7 ditë do të thotë kemi 6 ditë nga kjo ditë, 5 ditë deri ditën e premte do të jetë fokusi dhe targeti me gjithë qytetarët që njëherë për gjithmonë ta kuptojmë që ne do të jemi ndryshimi, sepse gjithë ne si vlen jemi vetëm një zë, kurse qytetarët këtë një zë e paratjesin dhe mbështesin. Okej. Për ju, ajo është kamera juaj, pse duhet qytetarët të votojnë juve dhe cili është apeli të cilit i bënë? Fillimisht dua të i falenderoj të gjithë qytetarët për qetësinë që kanë mbajtur deri tash dhe këtë qetësi, këtë angazhim demokratik në këto zgjedhje duhet ta mbajmë deri në ditën e fundit, deri me 19 tetor, të jemi komuna shembull për një fushatë demokratike. Para qytetarëve duhet të zotohem se unë nuk do të bëj shumë politik, por ajo që do të bëjmë është të bashkë me ju që të bëjmë një komunë më moderne, një komunë më efikase. Më pak fjalë, më shumë punë. Fillimisht i bëjmë punët bashkë me ju, bashkë me gjithë ekipin dhe mandej të flasim për punët të cilat kena bë. Të arrijmë të kaluarën dhe të orientohemi ka ardhmja për një komunë më të zhvilluar për gjithë qytetarët. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe për juve që ishi pjesë e këtij debati, çmoj që keni marrë guximin dhe të ballafaqoni me kundër kandidatët, normal me ide dhe me vizion për komunën e Arcës. Shpresoj që të fitoj më i miri dhe që të keni një fushatë të qetë deri në ditën e zgjedhjeve. Faleminderit edhe juve Besian nga media juaj, pasi që edhe ju jeni të angazhuar. Shpresoj të kalojmë edhe mirë deri në ditët e fundit të 19 tetorit, por edhe pas 19 tetorit. Faleminderit. Faleminderit për mundësitë që na dhatë dhe ju dëshirojmë suksese. Faleminderit shumë gjithashtu. Të nderuar shikues, ishte ky debati në emisionin On Time për komunën e të Arcës, pra ku të ftuar kishmi zotrin Daud Memishi nga koalicioni Vlen dhe zotrin Nazim Taipi nga koalicioni Aleancës Kombëtare për Integrim. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe bashkë mirupafshim.